Dje rreth orës 11 në një shkollë fillore në Tetov, duke vepruar sipas një denoncimi të mëparshëm, zyrtarët e policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë gjetur dhe konfiskuar marijuan nga një nxënës në shkollë. Pas kësaj, i mituri, prindi i tij dhe zyrtarët policor kanë shkuar në qendrën për çështje sociale të Tetovës për procedura të mëtejshme. Pas dokumentimit të çështjes, në konsultim me prokurorin publik, do të përgatitet një parashtresë përkatëse. Dje në orën 17:10 në Gostivar, zyrtarët policor nga stacioni policor i Gostivarit kanë privuar nga liria 34 vjeçarin EM nga Prilepi, në ndyshimin se rreth orës 16:30 në rrugën Ivo Lola Ribar në Tetov, ai ka vjedhur një automjet pasagjerësh Opel Corsa me targa të Shkupit në pronësi të 26 vjeçarit AK nga fshati Bërvenic i Tetovës. Ai është ndaluar në stacionin e policisë dhe automjeti është kthyer pronarit. Pas dokumentimit të plot të rastit, ndaj tij do të ngrihen akuza përkatëse. Dje rreth orës 11:50 në stacionin policor të Tetovës, MR 42 vjeç nga Tetova ka raportuar se rreth orës 11 në zyrën e tij të avokaturës, për shkak të marrëdhënieve të pasgjitura pronësoro-juridike, TR 50 vjeç dhe TA të dy nga Tetova janë sjellë në mënyrë agresive dhe janë kërcënuar. Sipas raportit, ata janë të pakënaqur me pastrimin e pronës që pretendojnë se ishte e tyre, por nuk posedojnë asnjë dokument, ndërsa ai ka një prokur për përfaqësim ligjor nga pronarët BA 46 vjeç, MA 39 dhe IA 43, të gjithë nga fshati Bozovc i Tetovës, të cilët posedojnë flet pronësie dhe aktualisht ndodhen jashtë vendit, po merren masa për sqarimin dhe dokumentimin e rastit. Mbrëm rreth orës 19:55 në sektorin për punë të brendshme në Tetov, IF 37 vjeç nga Tetova ka raportuar se në një turnir në një shkollë fillore në Tetov, djali i saj i mitur është sulmuar fizikisht nga shoku i klasës, po merren masa për sqarimin dhe dokumentimin e rastit. Dje rreth orës 10:40, efektivët e policisë së stacionit policor në Jegunoc kanë privuar nga liria personin SA 48 vjeç nga një fshat i Tetovës, duke vepruar në bazë të një raporti të mëparshëm se ai e ka sulmuar fizikisht vëllain e tij duke përdorur një mjet pridruri. Ai po mbahet në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet parashtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 23:35 në stacionin policor të Tetovës, një vajzë 19 vjeçare nga një zonë e Tetovës ka raportuar se personi AP 30 vjeç nga Tetova në automjetin e tij në të cilin udhëtonin ajo dhe shoqja e saj është sjellë në mënyrë agresive ndaj saj duke e kërcënuar, po punohet në zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje rreth orës 10:50 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në bulevardin e Ilindenit në Tetov, një automjet pasagjerësh BMW me targa të Tetovës, i drejtuar nga 19 vjeçari RA, kishte goditur këmbësorin IF 81 vjeç nga fshati Reqise Vogël e Tetovës. Në aksident, këmbësori ka pësuar lëndime të rënda të konstatuara në Spitalin Klinik të Tetovës. Inspektimi është kryer nga ekipi inspektues nga SPB Tetov.